Në gjoni, ka shumë ky. Ja ky. Ulluni, zoti Berisha, zoti Shalsi keni fjalën. Zoti Shalsi keni fjalën. Zoti Shalsi keni fjalën, ju lutem, zoti Berisha. Zoti Berisha, lëroni foltoren për zotin Shalsi. Zoti Shalsi keni fjalën. Zoja Topalli, po nuk keni kërkuar fjalën. Po nuk kam fjalë, nuk e keni emrin këtu. Ju lutem, Zoja Topalli, po si mund ta prishni seancën, e kuptoni çfarë jeni duke bërë apo jo? Ishte seanca në zhvillimin më të rregullt të mundshëm. Kujtoheni dhe vini dhe prishni seancën, po nuk e kam emrin këtu. Ju lutem, Zoja Topalli, kërkoni fjalën dhe me njëherë, po e kam deklaruar zotin Shalsi, mbas zotin Shalsi do keni fjalën. Shiko edhe njerë, në bazë të rregullores, po e kam thirrur 3 herë zotin Shalsi për fjalën. E keni kërkuar më pas, ju lutem uluni. Zoja Topalli. Po pse duhet me kaq insistim të shkelim rregullore? Vazhdoni merreni fjalën për replikë. Zoj, nuk kam mikrofon. E para duhet të them që për të pas një seancë plenare normale, vetmja mënyrë për ta realizuar është për të zbatuar rregullore. Tashti po kthej përgjigje para folsit. Është e njohur publike që unë në 21-shin kam kriju një lëvizje. Unë ishe një vit përpara nënkryetare e Partisë Demokratike dhe vura re se në krye të Partisë Demokratike ishte njëri të cilin ju e kontrolloshit në çdo lëvizje dhe e majmoshit her mas herate familjen e tij. Nuk të kam taku kur një jetën time, po ke taku Lulzim Bashën në mënyrë të fshehtë. Prandaj merre me vete atë dhe mos ma drejto mua. Dakor? Sigurisht që ka qenë vështirë për mua. Por koha më ka dhënë të drejtë dhe unë sot jam më krenare se kur të thush të vërtetën kur të tjerë tojnë të kundërtën. E dyta, për zgjedhjet në Shqipëri ke një raport të OSBE-s që thot shumë gjëra, si është përdor administrata, si është përdor paraja, si janë dhënë bonuse, si janë bërë, domethënë toka, tendera, para, pensione e tjerë. Por ka një frazë që është fraza më e rëndë të cilën ju nuk e përmendni asnjëherë. Dhe thotë se në Shqipëri ndodh ajo që nuk ndodh kërkun tjetër. Vija ndarse midis pushtetit dhe partisë nuk ekziston më. Imagjinoni çka keni bë ju dhe shok tuj në diasporë, që nuk ja keni qua zarfin, që e keni shpërnda vetë zarfin, që thatë që do merrni DHL-n, por në fakt ja dha të tjerëve, që shkove vetë zotria jote në Greqi së bashku me të gjithë kryetarët e bashkive, drejtorëve, administratën, duke I kërcënu me familjen e tyre, me motrat e vëllezërve të tyre që du hiqnin bukën e gojës nëse diaspora nuk do jepte atyre votën. Është fjalia fundit. Ta kam thënë edhe një herë, nuk e kam me ju, e kam me të gjithë në fakt. Në Bielorusi, zgjedhjet fitohen me 70%. Putini I fiton zgjedhjet me 75%. Në Shqipëri, Edi Rama I ka marrë me 90%. Kaq.